ajo ishte dita kur unë jam marrë pastaj nga byroja zyra drejtorit të burgut dhe jam dërguar diku në periferi të Mitrovicës. Unë kam një tablo para syve të mi dhe jam shumë e sigurt që do ta njoh vendin nëpër cilin kam kaluar. Ndoshta do të bëj një rrugtim një ditë, hala nuk e kam marrë guximin. Dhe po, dërgohem atje në një mal me pemë më shumë në formë të shkurrëve. E kam dëshiruar gjithmonë gjatë rrugës të ndodhë diçka, të ndodhë një aksident, e kam menduar, e kam pas në mendin time si mundësi për të hudhur nga mbrapa për të përdorur timonin e policit që ishte edhe shofer njëkohësisht, për ta kthyer nga ana e djathtë, sepse ajo shpati i rrëpirt ishte në anën e djathtë. Edhe, më falë, më pasaj, aty ishe në mesin atyre shkurrëve, ishte një lloj cungu që ishte prerë nga dikush, ndoshta kishte qenë një pyll i prerë nga ma përpara dhe ishin rritur shkurrë të reja. Dhe unë nuk kam qenë gjendje me qëndru në kom, tamam. Aty të drejtua dhe armë? Më kanë bartë tek një cung i prerë, jo shumë i shkurtër. Edhe ka ndodhur ajo që ato më kanë thënë ose të nënshkruash ose të do vritesh. Për të nënshkruar ishte një listë me njerëzit që kinse neve na kishin indoktrinuar, na kishin vërë. Ani se unë kisha 101.000 argumente për kohën, për rrethanat, për qëllimin e veprimeve tona, dhe për qëllime që dua t'i arrijm, por ata kishin mjet frikën dhe unë kam besuar që a ditë do të vdes, por isha aq e lodhur sa nuk dua ta mashtroj as veten as dikon tjetër, e kam dëshiruar të vdes. Ata kanë drejtuar një revolver, në pranin time i ka kontrolluar plumbat, të paktën e ka bërë atë me një revolver, ka bërë lëvizjen dhe edhe një herë të nënshkruash ose do të vritesh atëherë. Ndoshta e ka menduar me mira herë këtë gjë,